Teatri Andon Zako Çajupi është mbushur me energji, emocione dhe krijimtari në nisjen e edicionit të 17 të Rin Show, spektaklit më të madh artistik që sjell në skenë talentet e gjimnazistëve të Korçës. Aktiviteti ka startuar me shfaqjen e parë të gjimnazit Preka, që solli për publikun një performancë plotë ritëm, art dhe pasion. Më vjen mirë për një gjë që publiku e ka ndjekur shfaqjen nga fillimi deri në fund dhe ka reaguar, e ka ndjekur me shumë interes dhe me ç'po shikoj nxënësit janë kënaqur shumë. Kjo është fitoria më e madhe. Përmes shfaqjeve të kuruara në të gjitha disiplinat artistike si teatr, kërcim, këngë, muzikë dhe performancë vizuale, nxënësit tregojnë jo vetëm talentin, por edhe punën dhe përkushtimin që i paraprin këtij aktiviteti. Ky është viti im i tretë dhe viti im i fundit në shfaqjen e Rin Show. Do më ngjerët shumë qefi që nuk do jem në vitet e tjera, pasi nuk do jem këtu. Është një shfaqje që e kam shuar shumë të treja vitet. Ne këtë vit, bashkë me një shokun ton, me Emil Leo, ishim organizatorit të 2 sfiladave të planeteve dhe të detit dhe mendoj që kjo ishte për mua një nga numrat më të bukur, jo vetëm se organizova unë, po dhe për faktin që kishte shumë mesazh dhe potencial. Pjesa ime e preferuar e shfaqjes është fakti që të gjitha, domethënë, elementet kishin lidhje me njëra tjetrën dhe tema e shfaqjes tonë ishte gjithësia, pra e nisëm nga planetet, vazhduam me detin, me superherojnë, me horoskopin dhe të gjitha skeqet, sfilatat, kërcimet kishin pjesë të një teme. Spektakli do të vijojë me pjesëmarrjen e gjimnazeve të tjera të qytetit, duke sjellë një garë mes talenteve të reja dhe duke promovuar artin e të rinjve në një nivel të lartë performimi.